jashtë partive politike, ka mundësi me integritet, ka shanse dhe mundësin që të fitoj bashkim sot kush e një taktik të parë, ne kemi dhënë emrin e një kandidati potencial me shumë integritet, një figurë publike, por sigurisht që presim që të shprehet edhe para tjetër, nuk është e rëndësishme emri, në besoni, është shumë e rëndësishme ky parim. Dhe ne jemi shumë të lumtur që Partia Demokratike është afër ky parim. Pra që janë dakord që të respektohet propozimi jonë që një kandidat mbi jashtë partive politike, mbi palët, të unifikojë opozitën në garën. A ishin dakord përfaqësuesit e Partisë Demokratike me këtë emër? Dëgjoj, jemi dakord për parimin. Nuk është rëndësishme emri. Emri është rëndësishme. Dëgjoni, parimin e shumë me emrin. Më besoni. Ne nuk po vëm asnjë lloj kusht për emrin. Dakord? Jemi te parimi, shumë rëndësishme te parimi. Emri është kryesor në protestor. Kemi dhënë dhe ide të tjera. Pra jeni të gatshëm ju që përveç këtij emri, nëse i përson parimit edhe një kandidat tjetër? Absolutisht po. Për ne ka rëndësi parimi dhe ne nuk po vëm asnjë lloj kushti për emrin. Ne nuk po vëm kushte, do të qëndrojmë parimit për ne shumë. Negociatorët e Partisë Demokratike kanë rënë dakord që të jetë një përfaqësues i opozitës jashtë politike, të paktën në takimin e zgjuar? Po respektohet ky parim. Ndryshe ne nuk do ishim shumë e rëndësishme kjo çështje, sepse ne mendojmë që kjo është forma e vetme që kundërtohet Tirana. Pak sigurisht edhe me emrin me integritet plot, i pashantazhueshëm, një model që është totalisht e kundërta e Manastiriu për të fituar Bashkimin e Tiranës. Zoti Kapria, mund ta jepni një përkufit të këtij emri që i keni dhënë sot negociatorëve? Njëri profesionist, akademik, publik, njëri që i ka vërtet shanset dhe që është model tjetër. Nuk ka rëndësi, se gjinia ka rëndësi, nuk ka rëndësi. Dëgjoni. Nuk po vëm asnjë lloj kushti për emrin. Duhet të qëndrojmë parimit. Sa kohë që qëndrojmë parimit për një kandidat jashtë partive politike, kam shtetën tonë. Faleminderit shumë.